Momentalisht, sepse kemi pasur debate po ashtu tema të organizuara, kemi pasur siç e thekët dhe panairë dhe shumë gjëra të tjera, momentalisht çfarë po bëjmë drejt promovimit të turizmit malor? Momentalisht ne jemi duke punuar në krijimin e një platforme digjitale, domethënë në të cilën do të përfshin jo vetëm produkte, mirë po edhe të gjitha vendet turistike në Malin Sharp, duke filluar nga Bultinat, majet më të larta malore, shtigjet për ecje, shtigjet për bicikleta ujvaret, të cilat i kemi mjaft të njohura në Malin Sharp, lumet, liçenet, domethënë të gjitha këto do të jenë të përfshira në platformën digjitale me të gjitha të dhënat që të jetë sa më e lehtë për turistët të vendas dhe të huaj, të cilët kanë një interesim që të vizitojnë këto vende. Pra jemi duke punuar në këtë drejtim. Para 2 ditëve kishim edhe një debat organizuar me përfaqësues profesionistë të këtyre lëmive, të cilët shpjeguan se çfarë mund të bëhet në Malin Sharp, që ne të jemi në hap me vendet e rajonit në këtë drejtim. Thanë edhe ato fokusin e venduan tek produktet jo drurore dhe hapjen e shtygjeve të reja, të cilat mund të sjellin një numër të madh të turistëve, sidomos të turistëve të huaj.